Bizet debati, Gjibani nxjerr të palarat Laertit pas intervistës shpërthyese të tij, je hipokrit, të kam parë unë duke u puthur cepave në Greqi, ja çfarë i tha. Aktori Lart Vasili ka qenë i ftuar në një intervistë për herë të parë që pas daljes nga Big Brother VIP, ku i foli për rrugtimin e tij në Big Brother VIP, një intervistë ku ai shfaqej tepër i lënduar nga informacionet që ka marrë pasi ka dalë jashtë. Mes të tjerësh ai deklaroi se mund të ngrejë edhe padi prej disa nga ish-banorëve, pasi sipas tij kanë degraduar rënd imazhin, si me shpifje, por edhe duke hedhur vrerë mbi figurën e tij. Lidhur me këtë deklaratë, një rrëfim të ashpër ka ardhur nga reperi Gjibani, ai i cili është bërë shumë tag në këto intervista, duke qenë një nga ata që rrezikon të përballet në gjykatë me Laertin. Duket se ka bërë edhe një reagim pas intervistës së Laertit, teksa është shprehur tepër rënd duke i shkruar: Hipokriti Big Brother VIP Albania 4 kërcënoka me denoncime ndjekje ligjore, ju dashkan lekët për të bler shtëpi, pas ka lënë 2 projekte për t'u fut në Big Brother VIP 4 me pritshmëritë në pamundësi për t'u pagu nga çmimi dashka me vu gjoba. Mos u mërzit hipokrit, të kam pa unë se si ke shikue, se si ke puthur dur dhe cepa buzësh me konsensus sigurisht, po të jesh gati për ndjekje ligjore, merresh me ca të tjerë që u thanë dhe jo me shikime dhe prekjet që janë duka po që janë kanë qenë të çuditshme. Produksioni sigurisht që duhet të falenderosh se të çoj në finale dhe mos harro se 3 shoqin që të kanë mbajtur me hatër. Sa për zërin e kujdes mikrofonit të më falësh, po ka qenë i regjistruar me të njëjtin tonalitet për të gjithë. Vetëm mu më thoshe live se kisha situata, pas ke pa vetëm finalen, të këshilloj të shohësh edhe ca më shumë. Të gëzohesh kur të shikosh e të kuptosh se ka material për padime, akuza, prishje imazhi edhe karshiteje. Kur flet për burgatxhinje për banor që duhen vrarë, më ngjan me ato të bukurat që martohen me të pasur për interes, e pas divorcit synojnë zhvatjen. Asgjë fisnike rreth teje. Sa për poetër e Bojaxhi, ja babushi im oficer ka shkruar qysh që e mbaj mend. Në Greqi punon si Bojaxhi, por poet mbetesh gjithë jetën, vazhdon e publikon dhe shkruan, ndërsa ti 4 muaj nuk shkruajte një poezi. Teksa e ka përfunduar me shprehjen e greqisht: laj mëkatet dhe jo vetëm fytyrën, ka përfunduar Gjibani.